Borxhi kur morëm në detyrën zyrtarisht ishte 70.4, por nuk ishte 70.4 në të vërtetë, sepse ne gjetëm mbi 700 milion euro borxh ndaj kompanive. Dhe prandaj unë them dhe duhet ta përsëris sa më shumë në këto ditë që shqiptarët në 2013 kanë shpëtuar vendin me votën e tyre nga një katastrofë e dytë si ajo e piramidave, por jo më për shkak të një sudeje e të një xhaferi që kishin bekimin e të parit të shtetit, por për shkak të një qeverisje totalisht papërgjegjshme. Sepse të gjitha kompanitë që kishin kontrata me shtetin ishin praktikisht në situatë paralize. Kishin ndaluar punën në ndërtimin e rrugëve, ato rrugët e famshme që ishin tendera, por nuk ishin vepra, sepse tenderoheshin rrugë pa lek, ose vi aty një vlerë qesharake, rruga bënte le të themi 10 milion euro, vije një vlerë 100.000 euro, sa për të bërë tenderin, lidhej kontrata dhe i thuej kompanisë vazhdo ti tani, financohet ti, se ne do t'i japim. Edhe kompanitë ç'a bënin? Merrnin kredira se ishin të sigurt që do t'i jepte shteti. Dhe erdhi një moment që shteti nuk i jepte. Ata nuk mund të kreditoheshin, dhe këtu do e shikoni më pas ç'a ndodhi me kreditë e këqija. Shikoni këtu, ishin gati 25%. 25%. 25% kreditë këqija është momenti kur mund të fillojë llampa e kuqe e stabilitetit bankave. Dhe njëjta gjë ndodhte jo vetëm me kompanitë e investimeve kapitale, por me kompanitë e shërbimeve. Nuk kishte më ilaç në spital. Dhe është e pabesueshme se çfarë se sa keq mendojnë këta të kënetës për popullin shqiptar kur e trajtojnë si budalla. Dhe kur flasin këta për furnizim me ilaçe, nuk kishte asgjë nëpër spitale, dhe ju e dini shumë mirë. Nuk kishte shkumsa në shkolla, sepse të gjitha kompanitë e kontraktuara nuk mund më të furnizonin se nuk paguheshin. Pra 700 ca milion euro borxh të fshehura duheshin larë që të rifutej ekonomia në punë. Dhe sot ne kreditë e këqija, shikoni, i kemi ulur në 4.2% që është komplet normale, ndërkohë që borxhin, kthej edhe një herë te borxhin, e kemi ulur në 54% dhe tendenca ulse do të shkojë deri në 2030 tek 50%, që është një nivel shumë i mirë dhe shumë inkurajues për çdo që do të investojë në ekonominë tonë. Vazhdo. Këtu jemi tek rreziku i rënies në varfëri. Shikojeni shifrën e dalë në 2023 dhe këto janë të gjitha dhënat organizatave ndërkombëtare, nuk janë dhënat shtetit shqiptar. Rreziku i rënies në varfëri matet nga Eurostati dhe po të shikoni mesatarja e vendeve të BE-s në vitin 2023 është në ato shifra aty dhe 19.2% që hyn qëndron në një pozicion shumë korrekt. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhura që ka qenë një tjetër problem shumë i madh. Shifra këtu është e 2017-s, se jemi referuar përsëri Eurostatit, dhe shikoni pabarazinë në të ardhura të 2023-shit dhe mesataren e vendet të BE-s. Pra, në mesataren e vendet të BE-s, në pabarazinë në të ardhura, dhe përsëris ky është Eurostati, nuk është qeveria shqiptare, është 4.7. Ne jemi 4.9. Vendet të tjera që janë në BE janë 5.8, 6.6, 6.3. Pra, kemi krijuar një qëndrueshmëri të përgjithshme pozitive dhe kemi të gjitha arsyet të besojmë
që në vitet në vijim do të kemi një rritje të mëtejshme të ekonomisë tonë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës. Për herë të parë, Shqipëria ka papunësi 90%. Dhe dua ta sqaroj se shumë kush komenton kot që kjo del më e vogël përqindja sepse kanë ikur njerëzit. Kjo nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare sepse kjo është përqindje e dal nga forcat e punës, jo nga gjithë populli. Pra, nuk është përqindje ku futen dhe pensionistët dhe fëmijët. Është vetëm forcat e punës. Këtu, në këtë pasqyrë, unë ndaloj sa herë bëj këtë prezantim, ndaloj me shumë kënaqësi, sepse kjo është një lloj si të them, përplasje në fytyrë e faktit konkret për gjithë ata që ndër shumë përqeshje të tjera bëjnë atë përqeshjen 300.000 vende pune. Ku i ke 300.000 vende pune? Kjo është shifra dhe këtu nuk jemi në kushtet e anketimeve. Këtu jemi sa eksaktësisht njerëz të punësuar ka pasur në librat e llogarive të shtetit në 2013. Kur unë dhe ne tham do ta shtojmë me 300.000. 1.023.000. Ajo është 2024. 1.327.000. Tani, edhe herë, midis 1.023.000 dhe 1.327.000, unë kam përshtypjen, se këtu Gjirokastër është vendi i dur për të mbështetur aritmetikën, se dhe aritmetika është në hall të madh. Aritmetika ka hyrë në një situatë të panjohur për të, sepse në Shqipëri është bërë interpretueshme dhe aritmetika. 77-42, ne hapiteshim dhe qeshnim se po s'kishim parë gjë akoma, se u bë 77-6 milion tani. Me këtë kontratën e patriotëve, që befasisht 3 patriot nga e njëjta familje në Tropoj, ju lindin zemër që të nxjerrin 6 milion që të mbrojnë Shqipërinë nga unë dhe nga ju. Dhe që të tregojnë në Amerikë se sa e bukur është këneta. Është e habitshme se si pastaj shikoja në një nga ato raportet që më vinë, në kënet thuhet, po çfarë janë këto? Çfarë janë këto 6 milion? Këto s'janë asgjë në krahasim me çka bër narkoregjimi. Këto s'janë asgjë në krahasim me çka bër Edi Rama me qeverinë. Domethënë është fundi ky, është fundi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja dhe kjo është shumë interesante. Përqindja të punësuarve me pagë nën 40.000 lekë. Shikoni sa kanë qenë shqiptarët që merrnin nën 40.000 lekë dhe qëllimisht kemi vënë 40.000 lekë, që mos thonë jo po se euro kështu euro ashtu. 60% e shqiptarëve kur ne kemi marrë detyrën merrin nën 40.000 lekë. Sot janë vetëm 14%. Dhe është një 14% që lidhet shumë me kontratat e pjesëshme. Vazhdojmë. Kjo është rritja e pagave. Paga minimale më e ulta në rajon, se në Europë s'bëhet fjalë, 157 euro. Sot është 400 euro, është në mesatare në rajonit, në janar të vitit tashëm do të jetë 500 euro, dhe në Shqipërinë 2030 do të jetë minimumi 650 euro.
Ndërkohë që vazhdojmë tek paga e përgjithshme mesatare është një dallim shumë i madh. Kjo është paga e kombinuar sektor publik, sektor privat dhe faktikisht çdo ditë ne shikojmë se si ka funksionuar shtytja e fortë që bëm ne me rritjen e pagave në sektorin publik, sepse ka tërhequr me vete dhe sektorin privat. Dhe nga 322 euro pagë mesatare, jemi sot në 848 euro pagë mesatare. Vazhdojmë. Dhe projekcioni i pagës mesatare të përgjithshme në 2030 është 1.000 euro, ndërkohë që ky është projekcioni i pagës mesatare në sektorin publik 1.200 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pensionet. Tek pensionet dua të ndalem vetëm për një moment, sepse tek pensionet kemi një tjetër pasqyrë shumë kuptim plot të asaj që sjell koha dhe të asaj që sjell keq qeverisja ose mirë qeverisja. Në vitet kur u godit ideja e pensionit në mënyrën më barbare, ndodhi faktikisht fillimi i hapjes së një grope shumë të madhe që është akoma mes nesh. U shkatruan shumë industri, u mbyllën shumë fabrika, ju e dini historinë, dhe faktikisht shumë njerëz u konsideruan pensionistë dhe në moshën 40 vjeç. Dhe u krijua një volum shumë i madh pensionistësh, të cilëve faktikisht nuk ju dha pension, ju dha asistencë. Pse? Sepse u vendos një tavan 24.000 lek, që ti mund të kishe punuar sa të doja, mund të kishe paguar siguri, mund të kishe bërë çfarë doja, nuk hypje në 24.000 lek, dhe faktikisht u veprua kështu për 23 vite. Ne nuk kishim një sistem sigurimesh dhe një fond sigurimesh të qëndrueshëm, po kishim një grop që vetëm thelloi. Kur morëm detyrën, ne bëm reformën e pensioneve.